Të shtunën nuk ishte një ditë e zakonshme në kuvendin e Kosovës. Ishte dita kur një opozitë me tru do të duhej të kishte luajtur shah, por ne pam vetëm zhurmues që lëviznin figurat pa tabel. Lëvizja vetëvendosje nuk gaboi kur propozoi Albulena Axhiun për kryetare kuvendi, edhe pse e dinin që ajo nuk do të kalonte, por në fakt dinin se ajo do t'i shërbente dështimit të qëllimshëm për të provuar kush i ka votat për të formuar qeverinë. Albin Kurti e dinte se me një fytyrë të kontestuar nga opozita, në fakt do nxirrnin jashtë loje votat jo komforte të nismas dhe të minoriteteve. Ky ishte plani dhe funksionoi, sepse vetëvendosje nuk kishte nevojë për të kaluar Albulenën në votimin e parë. Në fakt ajo ishte ushqim për votuesit e opozitës. Qëllimi ishte për të marrë votat në votimin e tretë, ku secila votë vlen për qeverinë e re dhe jo për karige. Në këtë mes opozita nuk u tregua opozitë, por me një lëvizje mekanike që numëron votat dhe nuk numëron asnjë ide. Kështu shkrua në editorialin e tij të fundit opinionisti Baton Axhiu. Nëse dikush nga opozita do ta kishte kuptuar se çfarë po luaj dhe do të kishte votuar Albulena Axhiun, do të digjej skenari të hënës. LVV-ja do të mbetej pa argument për të marrë votat e nismas, sepse Fatmir Limaj e ka bërë të qartë, pa e patur ai drejtimin e kuvendit, nuk ka vot për votimin e qeverisë së re. Me pak fjalë, nëse Albulena kalonte, nisma do të tërhiqej nga marrëveshja e heshtur me Albin Kurtin, edhe kështu votat e garantuara të LVV-s do të zbrisnin në 57. Askush në opozit nuk e pak të dritare drite. Askush nuk mendoj që ndonjëherë strategjia është të votosh, jo për të ndihmuar kundërshtarin, por për ta ngatruar atë në rrugë. Fatmir Limaj e ruajti të hënën për vete, me abstenimin e kujdesshëm që bëri. Gjithashtu dhe Ramush Haradinaj i dha oksigjen LVV-s me deklaratën e tij të parakohshme, se do të votoj vetëm 2 emra që vinë nga ajo parti. Të dy, si Limaj dhe Haradinaj, qëndruan në barikadat e tyre, duke menduar se janë duke ruajtur moralin. Në fakt, opozita humbi betejën taktike dhe i dha epitetin e fituesit lëvizjes së vetëvendosje, ndërsa vetes atë të humbësit. Të shtunën në konstituimin e kuvendit Kosovës dhe zgjedhjen e kryeparlamentarit, lista serbe heshti, madje u shfaq si një trup i rënë shpirtërisht, pa strategji, pa motiv dhe pa pesh. Ajo duke e çorientuar nga kriza politike në Serbi dhe e varfëruar nga mungesa e fuqisë Aleksandar Vučićit, ajo nuk bëri asnjë provokim minimal që Donika Gërvalla kishte parashikuar, teksa kishte thënë publikisht se ka spekulime që lista serbe do ta votojë LVV-n, dhe kjo sipas saj për të na damkosur publikisht. Në të vërtet, Gërvalla kërkonte që të ndodhte pikërisht kjo gjë, sepse një vot publike nga lista serbe do t'i shërbente vetë qeverisë për ta djegur kredibilitetin e saj më lehtë seksa nga çdo akuzë opozitare. Por dhe këtu mungoi guximi, mungoi leximi dhe me pak fjalë mungoi loja. Kështu në një seancë që duhet të ishte grack për vetëvendosjen, ajo u kthye në prova gjenerale për qeverinë e re që po vjen. Opozita u shfaq si një trup që as nuk befasoi dhe as nuk tronditi. Një konglomerat emocionesh pa rrugdalje, që e sheh lojën në 2 dimensione, kur fusha ka 7, ka shkruar Baton Axhiu. Në politik ka raste kur dhe një vot pro e hedhur me qëllim është më revolucionare se sa një fjalim i gjatë kundër. Por kur mungon kreativiteti, kur mungon ideja e befasisë, atëherë mbetesh vetëm numër në tabel. Edhe në këtë rast opozita ishte numër pa frym, një ushtri pa plan, një front pa vijë, një opozit që mund të bëjë vetëm zhurmën e një reje dhe jo të rrufes që rrëzon qeveri. Në fund të fundit edhe humbja ka nevojë për dinjitet, por ajo ishte një vetëdorëzim me duart lart përpara se të fillonte lufta. Të hënën, lëvizja vetëvendosje do të ketë një skenar të hapur, sepse opozita e ja la derën hapur, dhe për këtë më shumë se LVV, faji bie mbi ata që nuk guxuan të ndryshojnë rrjedhën e zakonshme të humbjes. Nëse do ta bënin këtë, sot do flisnim për një opozit që mendon. Tani po flasim për një opozit që vetëm numëron, dhe për fat keq, numrat pa ide janë thjesht hije të vetvetes. Lëvizja vetëvendosje luajti Albulena Axhiun si strategji, kurse opozitës i mbeti të numërojë një tjetër humbje, pa kuptuar se pati në dorë rastin për të fituar.